Një tjetër përplasje verbale është regjistruar gjatë mbrëmjes në spektaklin e Big Brother VIP 5 duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe duke shkaktuar reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë. Këtë herë, në qendër të debatit kanë qenë dy banoret Juela dhe Selina, të cilat janë përfshirë në një konflikt të ashpër gjatë një ndërprerjeje publicitare. Sipas pamjeve të transmetuara, debati mes tyre ka degraduar shpejt në përdorimin e një gjuhë të rëndë dhe ofenduese. Juela i është drejtuar Selinës me tone të forta duke përdorur shprehje që janë konsideruar denigruese dhe jashtë kufive të një komunikimi normal. Kjo situatë ka sjellë reagime të menjëhershme jo vetëm nga publiku në rrjetet sociale, por edhe nga familjarët e Selinës. Menjëherë pas transmetimit të këtyre momenteve në llogarinë zyrtare të Selinës, e cila administrohet nga familjarët e saj, është publikuar një reagim i gjatë dhe i drejtë për drejtë. Në këtë deklaratë, ata shprehen se situata e krijuar nuk mund të konsiderohet më si një debat i zakonshëm brenda formatit të lojës, por si një sulm i qartë dhe i qëllimshëm ndaj saj. Sipas tyre, kufijtë e etikës dhe respektit janë tejkaluar prej kohësh dhe një sjellje e tillë nuk duhet të tolerohet. Familjarët theksojnë se Selina, ashtu si çdo banor tjetër, meriton të trajtohet me dinjitet dhe respekt, pavarësisht dinamikave të lojës. Ata shtojnë se përdorimi i gjuhës fyese dhe poshtëruese nuk e bën askënd më të fortë, por përkundrazi reflekton negativisht mbi atë që e përdor. Në fund të reagimit të tyre, ata bëjnë thirrje të qartë për ndërhyrje dhe marrje masash nga ana e produksionit. Në deklaratën e plotë të familjes thuhet: "Ti shitës me shumë zero, të djeg nga koka te këmbët. Është hera e parë që po reagoj për këtë vajzë, por boll është boll." Edhe pasi ka ofenduar, denigruar vazhdimisht dhe ka hedh insinuata të pavërteta ndaj Selinit, prap vazhdon pas një limit. Ky nuk është një debat normal, ky është sulm i pastër dhe i qëllimshëm. Ka një vijë që nuk duhet kaluar kurrë, ama kjo vijë është kaluar kohë më parë. Selin dhe askush tjetër nuk e meriton këtë trajtim. Të ngrihesh edhe të shkelësh tjetrin nuk të bën më të fortë, përkundrazi, tregon shumë për ty. Mjaft. Kjo kërkesë nuk vjen pa precedent, pasi brenda këtij edicioni ka pasur raste të ngjashme. Më herët një tjetër banore është përjashtuar nga gara për shkak të përdorimit të një fjalorit të papranueshëm në raport me banorët e tjerë. Pikërisht, ky fakt është sjellë në vëmendje nga familjarët e Selinës, të cilët kërkojnë që të aplikohet i njëjti standard për të gjithë pjesëmarrësit. Ngjarja ka hapur debate edhe mes publikut, ku shumë ndjekës të spektaklit kërkojnë me shumë kontroll dhe masa disiplinore për raste të tilla, ndërsa të tjerë konsiderojnë këtë si pjesë të tensioneve që krijohen në një format të izoluar si Big Brother VIP. Tashmë vëmendja është përqendruar te reagimi i produksionit, i cili pritet të vendosë nëse do të ndërmarrë masa konkrete në lidhje me këtë incident dhe nëse do të ruajë të njëjtin standard si në rastet e mëparshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.